Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Për të më suportuar që t'ju bëj video sa më të bukura, mund të më bëni një like, një thank you poshtë videos dhe një zemër të vogël. Dhe tani bëjmë një pyetje. Ja vlen ta presësh personin tuaj të zemrës, dhe pse ai është larguar, apo do ta lësh të shkojë? Pra, ja vlen të presësh personin tuaj të zemrës? Është larguar nga ju. Apo ja vlen që ai të shkojë? Ta lësh të lirë të shkojë. Duhet ta presësh, thon tarot, sepse tek ty ai ka gjetur paqen, por është larguar sepse ka pjesën e financave, ka probleme me financat. Dhe një shkak i largimit të këtij personi nga ju janë financat e tij. Ai do të punojë fort për të rregulluar pjesën e financave. Është pak i mërzitur në kullën e tij. Ka probleme. Dhe këto probleme ai do t'i zgjidhë me shumë me forcë, me besnikëri ndaj punës, ndaj tyje, nga ju si person, pra duhet të përkushtohet te kjo pjesë e financave, te pjesa e punës. Prandaj është larguar. Një arsye që është larguar nga ju është pjesa e financave, rregullimi i bollokut në jetën e tij. Shumë shpejt ky person, pra ju nuk duhet ta lini të shkojë. Ky person ju shpreh hapur dashurinë që ka për ju. Ju jeni pak e mërzitur, mbretëresha e shpatave, për këtë person që është larguar, jeni e mërzitur, jeni pak e dëshpëruar, me mendime negative, por ky person po lufton fort që të ndryshojë atë mendim që ju keni për të. Pra po bën një luftë të madhe. Është një person pozitiv dhe ju duhet të keni një hapje zemre. Pra, ta mendonin çik pozitivisht këtë marrëdhënie, sepse princesha e monedhës tregon që ju ky person pozitiv ju shikon si kjo princeshë e monedhës, si një mrekulli që ka ardhur në jetën e tij. Ai do të krijojë me ju një marrëdhënie shumë serioze për një jetë me afat të gjatë në jetën tuaj. Do të bëjë mrekullira në jetën tuaj, sepse treshi i kupave më tregon që ky person bën një festë të madhe me ju për të treguar dhe për t'ju bindur që ai është një person pozitiv. Dhe largimi që ka bërë ka qenë thjesht për pjesën e bollokut, pra për të ndryshuar anën financiare. Me kë rezonon kjo energji, dashuria? Me ligjëreshën, peshqit, me shigjetarin, britsjapi, ujorin, me gakore, me luanin dhe me demi. Kurse me gërmat e alfabetit, emër apo mbi emrin tuaj, mund të rezonojnë me gërmën S, gërmën Y, P, gërmën H, L, D, Q, G, K, V, L, R dhe gërmën T. Faleminderit shumë, miqtë e mi.